Unë jam doktoresh Martina Qobo, mjeke nutricioniste dhe okuliste. Dhe këtu do të mësoni të vërtetat rreth ushqimit dhe shëndetit tuaj, gjithashtu se si të kujdeseni për syt dhe shikimin tuaj. Sot do të flasim për një temë shumë të kërkuar nga të gjithë ju, si të dobësohemi shpejt tani që na kanë ngelur rreth 2 muaj përpara plazhit. Edhe pse sigurisht kjo nuk është mënyra më e mirë për të bërë një ndryshim, sepse ajo çfarë edhe unë dua t'ju përqoj gjithmonë është që ta kthejmë ushqyerjen e shëndetshme në një stil jetese. Gjithsesi, jemi përpara faktit që ndodhemi 2 muaj larg verës dhe keni nevojë për të rrezuar disa kilogram. Kjo do të ishte strategjia më e mirë për të humbur 5 deri në 15 kg për 2 muaj me dietat që unë do t'ju tregoj më poshtë. Në fillim do ju sugjeroja që të nisni me një dietë detox për 3 deri në 6 ditë, në mënyrë që ne të balancojmë florën tonë bakteriale. Çdo individ në momentin kur vjen nga një stil jetese i çrregullt, me gjumin jo të mirë, hidratimin jo korrekt, jetë sedentare, mungesë aktiviteti fizik, patjetër që ka një disbiozë të instaluar në zorën e tij, pra një prishje të balancës midis baktereve të mira dhe atyre të këqija. Kështu që një dietë detox na ndihmon jo për të rrëzuar, por për të rivendosur të balancën në zorën tonë dhe për të ulur maksimalisht inflamacionin. Pasi të bëni këtë dietë, unë do ju sugjeroja që të kaloni në një dietë pa gluten dhe pa laktozë. Dieta antiinflamatore është dieta më e mirë për të ulur në maksimum inflamacionin dhe përpasoj ujërat që mund të jenë të grumbulluara në limf, në glikogjenin e muskujve tuaj, apo për të riparuar të gjitha mikroçarjet që krijohen natyrshëm në zor nga prania e disbiozës. Në momentin kur ju do të hiqni glutenin dhe laktozën nga dieta juaj, do të ndjeni një shfrytje dhe sigurisht e përshtatur me kalori sipas metabolizmit të gjithë secilit, normalisht që do të arrijmë një ritëm rënje për 20 ditë 3 deri në 6 kg, sigurisht në varësi të metabolizmit apo aktivitetit fizik ditor që ju bëni. Pasi bëni këtë dietë për 20 ditë, do ju sugjeroja që të kaloni në dietën përfundimtare, dieta ketogjenike, një dietë pa karbohidrate. Ka prezente në menun e saj një sasi të lartë të perimeve dhe sallatave, proteinat janë pak më të larta se sa dieta normale mesdhetare, dhe ndërkohë ajo pjesë e karbohidrateve që mungon zëvendësohet me kalori, me perimet, me fibrat, por edhe me yndyrrat e shëndetshme të cilat në këtë lloj diete lejohen. Pra, sipas radhës, një dietë detox 3 ose 6 ditë, një dietë pa gluten dhe pa laktozë për të paktën 4 javë, pra 20 ditë, nëse mundeni bëjeni 1 muaj të plotë. Dhe e treta, një dietë ketogjenike për 1 muaj. Kam pasur raste që kanë bërë të dietë edhe vjet ose edhe gjatë dimrit dhe kanë rënë 15 dhe 20 kg për këtë fash për 2 muaj. Sigurisht është një dietë pak strikte, në qoftë se shoqëroni me aktivitet fizik, kjo garanton më shumë ruajtjen e masës muskulare dhe humbjen e mëtejshme të masës diamore, por që është shumë efikase. Sigurisht do ju sugjeroja që të merrni në këtë periudhë ndoshta një suplement probiotiku dhe një magnezium, dhe për të gjithë ju që jetoni në Tiranë, lajmi i mirë është që ne këtë dietë mund t'ju sjellim të përgatitur nga Fitfood me një ofertë që është dieta Fit in 2 months, pra dieta për 2 muaj, dhe për të gjithë ju që jetoni jashtë, në rast se e dëshironi të shkruar online nga unë, patjetër që për 2 muaj mund të arrini një rezultat. Gjendemi përpara faktit që plazhi erdhi dhe na duhet që të bëjmë një ndryshim në fizik. Kjo dietë do ju ndihmojë jashtëzakonisht shumë edhe për të dhënë një boost metabolizmit, edhe për të ulur maksimalisht inflamacionin në trupin tuaj dhe sigurisht për të ndjerë pak më mirë me veten. Kështu që për trupin veror, dieta për 2 muaj është ajo çfarë nevojitet.